publike, po ky është falimentimi i shtetit. Apo ja? Dhe sulmon prokurorin, sulmon gjykatën, vete dhe shkon dhe gjykatë kushtetuese. Tani, ky mbrohet, krijon alibira. Ky tjetër çfarë bën? Të njëjtën gjë fiks. Më vodhën, më bën etj etj. Raporti OSBE Odirit, çfarë tregoi? Tregoi që Dhe duhet ishte marrë për bazë nga ana e Partisë Demokratike? Tregoj patjetër. Pra, a duhet të merri në bazë nga ana e Partisë Demokratike? Po patjetër, pra, po ka hipokrizi, pra. Ka hipokrizi. Sepse, unë kam qenë të ty më duket, po kam qenë në shumë media të tjera, sepse kur vajti, kur doli raporti para prak, kur doli raporti, disi thaj që ka qenë dhe drejtuesi OSBE-s, italiani, Zanini, ai tha, gjitha këto, tha, që ishte Jegër raporti para prak, gjitha këto, tha, ne ju a kemi thënë për 2021. Janë fiks të 2021. Edhe falja e gjobave ishin lekët e tërmetit. 3 ditë para unë mbushën llogarit. Gjitha. Dhe çfarë bëri kjo opozit? As i zuri në gojë. Deri në 2, unë e kam ndikur atë seancë, kam qenë një nga protagonistët që e kanë dashur ndryshimin e kodit zgjedhor, dhe vajtën bashkuan vota dhe as i zu në gojë. Pse nuk kishin dhe, dëgjoj. Po, vetëm u përmbledh se ty marrin gjithë nga një koment. Kishin dhe Chelsea-n atëherë. Cilin Chelsea kishin? Chelsea-n e 84-s, nuk i bënte dot Rama, nuk e kalonte dot kodin zgjedhor. Dhe nuk e shfrytzuar. Nuk kishte numrat, se tani i ka. Dhe nuk e zu në gojë raportin e OSBE-s që ishte po kaq i zi sa tani të 2021. Dhe ata, duke ditur që këta janë bashkëfajtor, të kjo punë, dhanin 5 duke mbyllur hundët. Dhe ky ishte raporti i OSBE-s Odirit. Ne i kemi ditur, sepse të njëjtat gjëra janë bërë, madje 2021 është faktuar. Çfarë është çyrbja? E diti që Edi Rama s'është deputet? I 2021 s'del dot deputet vetëm nga çështja e çyrbes. Ju shkurtimisht. Se çështja elektorale është e çyrbes, përveç krimit të organizuar, çështja elektorale është në Durrës. Edhe në Durrës mezi ka hyrë Edi Rama. Se ka qenë listapo, dhe gjitha kjo nuk është përdorur, dhe e fundit fare që dy lidershipa Partia Demokratike. Fshihen, janë u futën të dy në qoshe, në listën e sigurt, dhe këtu do të them edhe një gjë për Saljanin, këta e kanë gabim këtë teorinë, dhe Ali Mehmeti dhe Saljani, që? Të votimit. Cilën? Që janë votuar, që janë figura që janë më të bëtë votuarit? Nuk e ma do të, për mua është fuqia e partisë. Mund t'jetë individit, nuk e ma do të, sepse Ali Mehmeti atëherë shumë bukur le të dalë që thotë jam më i votuar se Sali Berisha. Sa është de facto, më i votuar se Sali Berisha. S'ka marrë asnjë vot Sali Berisha. Nuk e dim votën Sali Berisha. Nuk ishte në fushë betejë. Ose Erion Braçja, atëherë të themi është më i votuar se Edi Rama. Kjo nuk matet, domethënë ata në qoftë se i ngulin kënd se janë më të votuarit, e kanë shumë gabim. Në qoftë se ngulin kënd që Partia Demokratike duhet të shikojë veten në pasqyrë dhe t'ju kthehet të vërtetave të mëdha dhe ku ka ngecur gjithë historia, dhe dy janë nxirr fjalimet e Grida Dumës dhe Ervin Saljanit në konventën e Lulzim Bashës të 2021 të dhjetorit. Dhe dy janë gjithë themelet që vendoseja. Dhe këto duhet të ketë një parti e djathtë, në shëndetësi si e ka emrin. Pro perëndimor, një, dhe në përkraje dhe pro drejtësisë. Këto janë dy. Pikat, po the këto dy, ke dhe program, ke dhe tezë. Më lejo,